një debat për ekspresin e kafes. Do me thënë, kemi vrasje tani për ekspresin e kafes një lokal në Manzë, ku vranë 2 të rinj. Për debat për ekspresin, ha? Monza apo Manzë? Zonja Manzë. Manzë e kemi? Zonja Lala tani, çfarë ka ndodhur dhe si është dinamike kësa ngjarje? Po ta shpjegoj dinamikën, zoti Rakipi, po unë doa të ndalem vetëm një moment tek këmbana e alarmit që në këndvështrimin tim duhet parë në 2 aspekte. Së pari që çdo i ri në këtë vend mund të lëvizë lehtësisht me armë, dhe duhet kemi parasysh. E kam pyetjen e dytë. Si ka mundësi? Si ka mundësi tani me armë në brez të rinj? E dyta që të gjithë tregojnë të shfaqen si të fortë edhe të thonë që jemi ne. Historia është sa banale aq edhe tragjike, duhet thënë, sepse janë 2 të vrarë, 1 në kërkim dhe 4 të arrestuar deri më tani. Dhe ka nisur për një debat që ka të bëj pikërisht me ekspresin e kafes. Pra në një lokal që është vetëm pak metra larg stacionit policisë, pra nëse policia mund të kishte ndërhyrë. Stacion është policia. Është stacion policor, por rajon, stacion njësoj, besoj po që... Ideja është që për ta sqaruar dinamikën për qenë shumë korrekt, në orën 01:25 të mëngjesit të datës 22 tetor 2025, në ambientin e jashtëm të lokalit në Manës, ka shkuar dhe rezulton që shtetasi Daniel Pepa, i cili është aktualisht në kërkim, ka hyrë në lokal dhe është konfliktuar me kamarierin e lokalit, sepse kamarieri ka kërkuar kafe dhe kamarieri i lokalit ka thënë që e kanë fikur 2 orë më përpara, pra rreth orës. Dhe duhet ndezur aparati. Dhe duke qenë se e kanë fikur, nuk jam në gjendje të bëj një kafe. Dhe janë konfliktuar dhe verbalisht edhe fizikisht. Në këtë moment, Flori Paluqi, i cili duhet thënë që ishte në kërkim për një plagosje të 2 fisht në Itali, dhe unë nuk e kuptoj se si policia shtetit ende nuk ka një shpjegim që ai lëviste jo vetëm me armë, sot është i vdekur, i vrarë, por lëviste edhe me armë dhe ishte në kërkim dhe ishte më përpara hundës policisë, prandaj e theksova që është vetëm pak metra nga stacioni policisë. I ka kërkuar Daniel Pepës, që ishte Daniel Pepa bashkë me mikun e tij Aranit Kurti, që të mos debatoni me kamarierin, sepse ai nuk mund t'ju bënte kafe. Pra, ky ka qenë debati mes tyre. Në këtë moment, Daniel Pepa bashkë me Aranit Kurti janë larguar dhe janë rikthyer edhe me një person të tretë. Dhe kanë filluar të gjuajnë njëri tjetrin. Flori Paluqi ka vrarë Aranit Kurtin, ndërkohë Daniel Pepa ka vrarë Flori Paluqin, pra nga shkëmbimi i zjarrit mes 2 palëve. Dhe aktualisht ne kemi 4 të arrestuar për moskallëzim krimi dhe për armbajtje pa leje, dhe Daniel Pepa që është në kërkim për veprën penale të vrasjes me dashje. Pra kjo ka qenë dinamika e ndodhur brenda pak minutash. Fillimisht thuaj që Flori Paluqi ka gjuajtur me armë në tokë për t'i trembur, më pas e kanë qelluar, ai ka qelluar në drejtim tyre, pra kjo dinamika do sqarohet nga dëshmitë dhe nga kamerat e sigurisë. Por 2 janë momente që duhen parë me shumë kujdes dhe mendoj që janë realisht një këmbana alarmi. E para është njerëz si ka mundësi që në Shqipëri qarkullojnë njerëz me armë në brez në lokale. Aty, vetëm në atë vend ngjarje, në orën 2 të mëngjesit, pak metra larg stacionit policisë, në një zonë e cila pretendohet të jetë shumë e monitoruar, sepse aty kemi gati 2.000-3.000 mujahedin. Dhe mendoj që të jetë një zonë shumë e kontrolluar. Po, shumë afër janë. Manza është ajo zonë është. Ajo zonë është shumë afër. Është Farruku, pra. Po shumë afër. Është Farruku, ngjitur po ruajnë Farrukun, pra nuk po ruajnë Manzën, nuk po ruajnë atë, po ruajnë Farrukun. Farruku kush është? Pa mirë me Farruku është një po ruajnë Farrukun, pra nuk po ruajnë Manzën. Se tani populli nuk kupton populli. Farruku e dita. Pa është Manzat nuk ka rëndësi. Populli dëgjon. Ju lutem. Pra, të lutem. Ta shpjegoj. Unë thash gjë tjetër Sokol. Paluqi është autokton. Pra, ishte një njeri i cili po pinte një kafe në lokalin e vetë. Këta që kanë ardhur, edhe duke fyer atë, janë një personi që po i shërben në një grupi kriminal për shërbimin e tij, për të patur ai mos kontroll nga policia e shtetit. Kjo pastaj hyn tek pjesa e... Po çfarë po thoja unë ishte kontekst krejt tjetër, po të thoja, presupozohet, duke qenë se është kampi i mujahedinëve, duhet jetë një zonë shumë e sigurt.
A ka aty bos të krimit që janë shumë të sigur dhe kontrollohen, kanë bazën e tyre, nuk ka kontrol policore? Patjetër që po. Por unë po thoja që tjetër, po thoja, duke qenë se është Manza aty dhe mendohet që është një zonë pik strategjike, mendoj që aty, sipas këndvështrimit të zoti Rakipi, të lutem. Dhe në këtë aspekt të rinj që lëvizin me 3 armë, 4 armë, në këndvështrimin tim janë këmban alarmi, e para. E dyta, banaliteti për cilat ndodhin ngjarjet. E kupton sa e rëndë është? Po nuk është banale. E kanë matur gjatësinë me njëri tjetrin më përpara. Kjo nuk mund të pranohet. Çfarë statistike ka në një kafe në Mancë? Sot, këtu ku jemi ne, kafja sot e punës tonë nuk është e hapur. Ku jemi, jo në Mancë tjetë e hapur në orën 1:30. Dhe në 4 klientë, 4 jenë të armatosur. Erdhe tek ajo që unë thash, që duhet ketë kontrol dhe ndaj është një këmban alarmi. Kafe ku ata kur marojnë përdorimin e lëndës narkotike, shkojnë për të pi kafe, shkojnë për të ndajnë, shkojnë për të pa. Të lutem, të mos, se jemi në limite dhe duhet të themi dhe dy gjëra. Është një, unë për mendimin tim kjo është një ngjarje ku disa të rinj aty ka dalë situata nga kontrolli. Unë mendoj që për shkak të dinamikës që ka ndodhur ngjarja, mendoj që askush nuk ka dashur të vrasë askush, po për shkak të veprimeve më pas ka ndodhur ajo që ka ndodhur. Pse e them këtë? Për një arsye shumë të thjeshtë. Në momentin që Daniel Pepa, një nga autori i kësaj ngjarje, ka ikur dhe ka marrë armën së bashku me shokun, Paluçi e tha Klodi që ka qelluar në tokë për t'i trembur, por Daniel Pepa është trembur dhe e ka qelluar me plumb pas shpine, nga informacioni që unë kam, me kuriz. Më pas shoku i Daniel Pepës është afruar tek personi plagosur për ta qelluar sërish, dhe aty Paluçi ka qelluar Eranitin, që është vetëm 21 vjeç në mos gaboj, apo 22 vjeç. Kështu që më pas ai është shëmbur, në tokë. Po them, një 21 vjeçar që qellon me armë. Është ka gjak ftohtë. Qellon dhe vret dikënd me dy. Po nëse do kishte qëllim për të vrarë, do kishte shkuar që herën e parë me armë në lokal. Nuk do kishte shkuar. Po pra ka ndodhur një... Sa gjatë mund jetë? Ka ndodhur një gjë që ka dalë situata nga kontrolli gjithë dhe ka që ka pasur një plan... Tani gjithë sheri, ju lutem, sheri është për ekspresin e kaves. Pra ne jemi një popull, po jetë të lutem tani, se unë e mora këtë ngjarje, se nga këto ndodhin gjithandej, vetëm të ne ndodhë kështu. Nuk ndodhin gjithandej, ndodhin në Shqipëri. Jo, gjithandej ndodhë krimi. Ndodhë krimi. Po jo kjo. Po jo me një... Tu ndodhë në mënyrë normale vrasja e njerëzve të zakonshëm, që nuk ndodhë në asnjë vend botë. Jo me një motiv kaq për tokë. Pa motiv fare, pa motiv. Ore, pa motiv fare. Kjo është ajo që na dallon. S'ka motiv dhe këtu është problemi. Dhe këtu, kjo është një shoqëri, ne jemi një shoqëri e mbaruar. Një shoqëri që jemi në greminë. Jemi duke rrenë. Akoma në poshtë. Pas vrasjes gjyqtarit Kalaja, Redi Rama tha tani idenë e ashpërsimit një minutë. Të dënimeve për mbajtje pa leje. Zgjidh gjë kjo. As zgjidh kjo. Që mund të bëj shteti për të çarmatosur popullin me gjitha si hyn armët të Shqipërisë tani. O zoti Rakipi. Që mban koburën në Brest tani i riu 20 vjeç. Modeli që s'ka qenë as në shkollë, as sekundi, shkon as sekundi. Është një dramë e madhe e shoqërisë dhe kjo është shumë më e madhe se krimi që ne kemi. Shumë më e madhe se trafiqet. Kjo është një shoqëri, ne jemi një shoqëri e mbaruar në këtë plan. Këtu e kam fjalën unë. Kjo është një gjë e tmerrshme. Domethënë, dhe duket që shteti ka ngritur duart, se ndodh një herë, 2 herë, 50 herë, 100 herë, 1000 herë, nuk ndodh, kjo ndodh vazhdimisht në Shqipëri. Njerëzit shkojnë për asnjë mosgjë. Dy fjalitë e para. Dy vetëm se do ikim atje. Dy fjali. Atëherë kjo do të ndodhi në pikën kur Poja i dërgon një letër, edhe pse nuk di të shkruaj, Prodës, i thot, i dashur Proda, kam sa armë ke shtëpia, hajde merri. Po t'ja shkruaj, pa i nuk di të firmosi. Kur t'ja shkruaj këtë... Jo, nuk ka. Jo, më keq. Jo, po nuk ka, mos më keq kuptot. Shiko, çdo fjali e ime nuk është përgjegjësia jote. Është përgjegjësia ime personale. Po pra, unë që kam thirrur janë përgjegjës për të. Emisioni mund të jetë i joti, po ajo fjalia që them unë është përgjegjësia ime. Po mirë, më dakord. Po pra, okay. Po njëra, 2, 3 kur bën 5 fjali. Edhe është. Okej. Tani nuk të kuptova mirë, po hajde.
Mirë, edhe unë jam supportu si që ti ka në i lidhje me atë. E mbaj përgjithësinë time në ashtu si që mund ta kesh ti e mbaj në unë. Lidhje e policisë me krimin. Nuk është vetëm kaq, më jo. Është edhe shoqëria. Sigurisht që ka lidhje të mëdha të policisë me krimin, por shoqëria vetë është e inkriminuar. Nuk mund të vrasë njeriu për ekspresin e kafes, sepse ai e kishte fikur ekspresin. Po si për ekspresin ata janë, unë po të them, gjysma janë ushtarët e Farrukut e gjysma këta si kanë vajt kur ti kontrollojnë. Pa ty do përplasin një ditë. Su përplasin për kave, do përplasin. Pse ma pe Bostanin. O kjo pra është, pse ma pe Bostanin. Do përplasin një ditë, është probabilitet. Oke, atere. Nuk ka motiv kriminal. Kemi dhe një moment. Ka motiv, nuk janë motiv në...